Prostitucioni është prej vepra më të këqija dhe më të dëmshme në këtë botë dhe në tjetrën. Është një vepër që njeriu e bën të ndytë, saqë i lartë madhërishme në Kur'an i ka quajtur këta njerëz të ndytë. Ku ka pështrim më të madh se të quajë ty krijuesi të ndytë. I lartë madhërishme thot el khabithatu lil khabithina. Të ndytit janë për të ndytat dhe të ndytat janë për të ndytit. Të pastërtit janë për të pastërtat dhe të pastërtat janë për të pastërtit. Prandaj asnjë besimtari të pastër nuk i lejohet që të merr një grua amorale. Po as një grua e pastër besimtare nuk i lejohet që ta merr një burr amoral. Duhet i pastërti me të pastërtin, e ndyta me të ndytin. Dhe kur është fjalët e prostitucionit, me një rast ka ardhur një person tek profeti alayhi salatu wasalam dhe e ka pyet, i ka thonë, o i dërguari i Allahut, ma lejo prostitucionin. Dhe njerëzit janë hidhur kur e kanë dëgjuar këtë pyetje, kanë dashur që të reagojnë shumë ashpër ndaj atij personi. Por se profeti alayhi salatu wasalam i ka qetësuar ata. Dhe e ka marrë pyetje këtë djalin e ri. I ka thonë, o ti djali i ri, a ke dëshirë që dikush ta veproj atë vepër me nënën tënde? Ai tha jo. Po me motrën tënde? Tha jo. Po me bijën tënde? Tha jo. Dhe e pyet me halla teze e kështu me radhë. Thot, po edhe ajo vajzë është nëna ndokujt, apo gruaja dikujt, apo bija dikujt, e kështu me radhë. Pra ajo njerëz që të nën vete, përderisa për veten tuaj nuk e dëshironi gjë, pse e veprani për tjerë? Keni frikë Allahun, keni me dalje ditë para Zotit, keni me dhënë llogari. Prandaj profeti alayhi salatu wasallam na ka mësuar që duhet më usjell me njerëz, ashtu siç ke dëshirë ti që ata të sillen me ty. Prandaj largoni ju kësaj vepre dytë, o jurini, kthjellni. O vallahi kthjellni se keni më ra pishman. Keni mo djeg, mirë për juve. Kam ju nxi jeta për një kënaqësi shumë të shkurt, po e shkatrani jetën tuaj, po e nxini shpirtin tuaj, po ndytni. Kthjellni. Mos mendoni aq shkurt, mos u bani kaq shkurt pams. Mendoni pak, mendoni më larg, rruni pastërtinë tuaj në mënyrë që edhe kur të martoheni keni një jetë të lumtur bashkëshortore.